që Lenzi nuk e quan porosi politike, bën mirë, sepse as porosi politike nuk është. Çfarë do thot as porosi politike, sepse ose është ose nuk është? Jo, është një porosi e dhënë, është një fatkeqësisht një urdhër i dhënë njëre në fillim që në qysh në zgjedhje të presidentit të Republikës nga kjo mazhorancë. Ju kujtohet shumë mirë në atë kohë që thamë që statura e këtij presidenti, mënyra e zgjedhjes së këtij presidenti do të sillte këto probleme. Por kjo nuk është vetëm te presidenca, kjo është vetëm te gjykata kushtetuese. Arlindi me të drejtë thot gjykata kushtetuese, sa aty dhe aty bjem dakord gjithë që gjykata kushtetuese duhet pritur nga presidenti. Pra bashkohemi atij. Veliaj ka të drejtë thot gjykata kushtetuese, sepse Veliaj dhe gjithë kryetarët e bashkive janë institucione kushtetuese. Në këtë rast ju pse bashkoni edhe gjykatën kushtetuese në të njëjtën fajsi? Sepse dhe gjykata kushtetuese mbas zgjedhjeve, siç të tham dje këtu që presidenti do ta dekretoj Tiranën, ashtu unë po them që edhe gjykata kushtetuese do ta kaloj ankesën e Veliajt, padinë e Veliajt, duke thënë që nuk ka të drejtë. Nuk mund t'i dalin institucionet përballa me këto precedent që kemi kryeministri. Nuk është e pa menduar që Bajram Begaj, presidenti jonë, të thoshte të bënte të kundër, t'i rëzonte një dekret. Nuk i ka rëzuar zero dekrete. Zoti Sullo, ju po e çoni për te, po flisi për një rakordim në tre këndësh, që është në këtë rast kryeministri, Këshilli i Ministrave, presidenca dhe gjykata kushtetuese. Patjetër. Dhe kjo është për te, është siprore, është një rakordimi pa imagjinueshëm për raste si këto. Nëse ne kemi thënë kapje shtetit, nëse kemi thënë Republikë Kryeministrore, autokraci, këto kanë argument. Për hir të kohës e emisionit, nuk dorim t'i shtjellojmë. Këto janë. Kur na vin një nga një, kur na vin ekonomia, kur na vin pastrimi i parave, narkotrafiku, kapja e institucionit, mbyllja e parlamentit, këto janë, që është një i vetëm. Dhe këtu vështirësia diku ka qëndruar. Vetëm si të gjejmë shortcutin, si të gjejmë kleçkën, si të vëmë procedurën mbi kushtetutin. Këtu është vëmë procedura mbi kushtetutin. Kjo është ulëritse në rastin më të pakët. E kupton? Ai është kryetar bashkie, është i zgjedhur, është institucion kushtetues dhe trajtohet në gjykatën administrative. Pse mendon presidenca që duhet trajtuar në gjykatën administrative është pyetja? Se trajtohet duke si një përfundim i përmbyllur. Sepse i ka thënë kryeministri, këtu pyetja është pse kryeministri po nxiton kaq shumë, pse? Për mua do të mbyllë sahabet me Rion Veliajn, do ta quaj histori të mbyllur, do s'e mbyll. Pas 7 muajsh, sepse shoh që keni një ndërhyrje. Cila është përgjigjja juaj? Sepse dakord me zonin Sullo që me shumë gjas, gjykata kushtetuese për shkak se jetojmë në Shqipëri, për shkak të presionit politik, do të jepte drejt Edi Ramës. Dhe pyetja shtrohet, pse Edi Rama nuk sa për sy e faqe, nuk priti vendimin e gjykatës kushtetuese dhe t'ishte i larë dhe nga pikpamja formale. Zoti Qori, nëse do t'ishte rakordimi për cilin flet zoti Sullo, atëherë durimi do t'ia vlente edhe për kryeministrin dhe për presidentin. Po unë mendoj që Edi Rama s'ka duruar për një arsye politike. Dhe prandaj duhet dalë ky argument. Çfarë ka dorë Erion Veliaj sot? Që e bëj nëpërmjet ankesës. Ti thotë Edi Ramës që unë një gjë të vogël mund ta imponoj. Unë do të prish planet përkohësisht. Pra unë ty do të shty datën e zgjedhjeve. Kaq kam dorë. Pra unë kam në dorë të shty datën e zgjedhjeve. Pra të detyroj që ti do që zgjedhje në datën 6 nëntor, mbase zgjedhjet janë datën 6 dhjetor. Tani, Edi Rama nuk e ka problemin pse u bën 6 nëntor apo pse u bën 6 dhjetor. Edi Rama, si çdo njeri që kërkon pushtet absolut, e ka problemin tek sfida. Pushteti është pushteti Millfield, atëherë kur arrin absurd, atëherë kur nuk ka nevojë të legjitimohet, kur nuk ka nevojë të arsyetohet. Po ta vësh re edhe mes kalamajve, kur njëri bullizon tjetrin, ai që mban pushtetin nuk e mban vetëm për të të marrë diçka. Po të thotë, vizaton një rreth e thotë do rish tu brenda. Pse sa ashtu dua unë? Guxo po ta mbajti nxjerrësh këmbën jashtë, edhe unë do të vi e do të rra. Pra ky është kryeministri. Ne kemi një kryeminist që ka arrit deri në pikë që thotë, unë dua të tregoj që jam i vetmi njeri që marr vendime këtu. Kush je ti, në këtë rast Erion Veliaj, që më vonon mua këtë gjë. Qoftë dhe një javë, qoftë dhe 2 javë. Dhe nëpërmjet kësaj shkeljeje të procedurave, ai do të tregoj që unë jam zot dhe vetë shkop këtu. Pra, ti mendove që duke përdorur një drejt që ta jep kushtetuta, mund të jo pengosh, po të paktën vënosh hyrje në zgjedhje, unë do të tregoj ty dhe nëpërmjet teje të gjithë popullit shqiptar që këtu bëhet si them unë, këtu bëhet unë vë presidentin rresht, unë vë gjykatën kushtetuese në rresht, unë i vë të gjithë në rresht. Zoti Qori, ju ndoshta mund të keni të drejtë ku e reduktuat kaq shumë se e quat gati në një tek krejt individuale të kryeministrit. Po teka, mos harro, teka është treguesi pushteti, pa nuk është thjesht kapriço një individi. Është një individ që thotë, unë
për të bërë i besueshëm që kam gjithë pushtetin, dua t'u tregoj gjithë edhe brenda Partisë Socialiste që këtu po nuk bëhet atë që thash unë, këtu nuk bëhet asgjë. Është shqetësuese pikërisht pse është kryeministri i vendit, prandaj shqetëson. Zoti Vangjeli. Por ka një por shumë të madh këtu. Që është? Nuk është pikë shqiptare, është magjia e demokracisë që e thot këtë. Dhe e thot jo në formë ligje e policie, po e thot në formë aksiome, që pranohet sepse është vërtetuar çdo herë. Pushteti më i fortë, pushteti më i qëndrueshëm, nuk është pushteti i përqendruar, nuk është pushteti i centralizuar. Më i fortë dhe më i qëndrueshëm është pushteti i ndarë, pushteti i ekuilibruar. Është edhe më jetë gjatë. Ka ikur kjo. Është edhe më jetë gjatë. Sigurisht këtë drejtë. Dhe unë po ju them, edhe në këtë procedurë, kjo majorancë e sapo pakzuar me një numër të frikshëm votash, ka prerë një nga degët në të cilat ajo mbështet legitimitetin e saj. Të Vangjeli, sepse ndërkohë ju më thatë që keni një përgjigje alternative edhe për sepsen. Cila është ajo si përgjigje? Edhe një qasë, e dini çfarë ndodh? E gjithë kjo gjëja, për paradoks, se paradoksi është gjithmonë shtatzan me paradoksin në radhës, është që ajo që ka ndodhi sot, ose që ka ndodhur në ditët në vijim, është një erë që fryn në drejtim të velave të qytetarit Veliaj, që ka një betej shumë të gjatë tani për vetveten, si individ. Ndërkohë që është një dëm i jashtëzakonshëm që shkaktohet institucionit të përfaqësuar deri dje nga Erion Veliaj. Në fakt, zoti Veliaj kishte sot një paralajmërim, fliste përmes një statusi në rrjetet sociale për një betejë jo vetëm për veten, por edhe për të tjerët. Arsye. Ishin sinjale këto, zoti Vangjeli? Do jap një arsye. Nëse do të jepej kohës, pra nëse do të ndiqej procedura normale, zgjedhjet në rastin më të mirë do të bëheshin në sezionin e pranverës, prill, qershor. Dhe është pikërisht kjo kohë shumë e gjatë që shkonte 14 muaj nga largimi i zotit Veliaj de facto nga detyra, që do të kishte një drejtuese besoj unë në këtë rast, që do të ishte sërish me stemën dhe siglin e Partisë Socialiste, që do të kishte legitimitet institucional për të qeverisur Tiranën. Po ky tashmë duket një realitet i pandryshueshëm pas dekretit presidentit. Vetëm nëse prish planet gjykata kushtetuese dhe befason. Ky është një barr që nuk ja vlen fare, po fare qeran që do paguhet gjithë udhës tani. Po më thatë që e keni idenë ekses. Kjo është ideja, kjo është ideja. Është kjo ideja. Vetëm kaq. E pandryshueshme. Zgjedhjet do të bëheshin në pranverën e vitit të ardhshëm në rastin më të mirë, Nuk është kjo një barë që mund të mbante kryeministri dhe këshilli i ministrave deri në pranverë? A do të ishte më formalisht në rregull dhe korrekt politikisht? S'kishte shans të bënte ndryshe, teorikisht. Po praktikisht ka bërë ndryshe. Shumë modest. Ligji ka përcaktuar shtrat tjetër. Alba, një kundërshtim me zotin Qori. Arroganca e bëri në këtë që të veprojnë ndryshe. Zoti Sule, një kundërshtim me zotin Qori? Jo kundërshtim, do me thënë një dialog. Sepse ka idenë që pushtetit tepër tekat e kapriçot e pushtetit. Mund të jetë, por këtu jemi në është supozim mbi sjelljen, shikon sjelljen, jo mund pranohet, po them që është hipotezë, sepse thua që ka zgjeru pushtet. Derisa ka zgjeru pushtet, pastaj bëhet pushteti vetëm njëshi mund të abuzoj kudo. Në lexime subjektive dhe interpretime. Në rastin konkret, po dhe në raste të tjera, nuk e mendoj Ramën kaq jashtë realitetit. Për mua shumë brenda realitetit. Madje është 24/7 brenda realitetit. Fatkeqësisht, në kuptimin për mendimin tim. Në rastin konkret, unë mendoj se nxitimi dhe tejkalimi, abuzimi me kushtetues dhe me ligjet që ka ndodhur, detyrimi i Begajt, kushtetuesja që del jashtë loje, themelet e shtetit, ndodhin sepse kryeministri do që ta arkivoj Veliaj. Si politikan dhe si person, pastaj nuk ka mas një rëndësi. Si arkivohet? Nuk është i arkivuar politikisht tashmë Erion Veliaj, ka nevojë ende për një elegancë tjetër që do ta taposte arkivimin e tij? Si politikan, po mund të themi 90%, nuk ka rëndësi. Ka një mundësi teorike, fiton betejën, rikthehet. Por në qoftë se nuk arkivohet si çështje, si politikan, madje dhe si person në kuptimin që pa interes publik, këtë do të arrijë Rama dhe po arrin, si procesi shpejt në SPAK dhe në gjykata. Hetimi shpejt, vetëm për një çështje dhe jo për të tjerat.
2. Caktimi i rrugës road mapit për zgjedhjet në Tiranë. Çfarë do ndodhi, caktoi Manastir Liun me njerë nga asamblea, tha ligji është i komplikuar, është i paqartë, duhet ndryshuar ligji, as e ndryshoi fare. Shkoi me këmbë dhe veta te paqartësia në rasti minimal. Dhe Veliaj, ndërkohë, me ankimimin ka të drejtë zoti Qori që thot e ngadalsonte, e pezullonte. Dhe çfarë bënte pezullimi? Hynte në negociat, hynte si faktor, ishte në media, ishte në gjykat, kishte njerëzit e vetë. Kështu, hiqi njerëzit e vetë, hiqi bashkin, hiqi të drejtën për të ankimuar. Po unë kam një pyetje. Edi Rama në këtë roadmap të ti do zero risks nga politikani Veliaj, pra nga rivaliteti Veliaj, apo do zero risk edhe të qërohet edhe nga pesha penale që mund të rëndojnë bitë? Patjetër, të dyja. Të dyja, sepse Veliaj një moment, përfityroni, ne do merremi me Veliaj në 10 orë, kur në çan 10 orë, kam mbaruar zgjedhjet në 9 nëntor, do merr njëri me Veliaj në 10 nëntor e mbrapa. Po thoni do jetë një rast i haruar. Çfarë pune do prishte kjo? Çfarë pune do prishte? Çfarë pune do prishte? Do ishte një faktor, minimumi do negocionte lirin dhe të ardhmen e tij politike, statusin e tij politik. Absolutisht asgjë, nuk do të kishte asnjë kartë, nuk do të kishte asnjë kartë në dorë, do thoshte me arrogancën e tij. Zotri, mund të dënohet, mund të mos dënohet. Përveç njerëz të cilën ndoshta nuk do ta luajë. S'ka ku fare, kam zgjedhur tjetrën, jam shkëputur plotësisht. Përveç njerëz që ndoshta nuk do ta luante kurrë. Po, a mund të dojë kështu të harruar politikisht, por edhe të distancuar si pesh penale për Partinë Socialiste dhe Tiranë? Nuk ja vlen edhe njerë barra Qiran. Gjithë kjo ngut, gjithë kjo zulm, gjithë kjo sulm, nuk ja vlen për një gjithë të tillë. Thoni ju, po ndoshta mendon ndryshe kryeministri? Fare, në gjykimin tim e mendon gabim. Shumë gabim, jo vetëm ligjërisht, por edhe nga pikpamja interesit të tij të drejtë për drejtë.